Shoqata rajonale e futbollit Shkodër në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit organizon për herë të parë turneun shumë interesante master në futbollin amator mbi 40 vjeç me kryetarin e shoqatës rajonale të futbollit Shkodër Lazar Matia. Urime me të vërtet interesante, po shikojmë edhe pjesëmarrjen edhe konkurimin që është me shumë grind, me shumë emocion. Në fakt, kjo është kampionat kombëtar realisht, sepse është i shtejmë në 6 muaj në kohë, ka fillu dje dhe do të përfundojnë nga fundi i marsit ose fillimi i prillit. Është kampionat me 2 faze, kampionat i rregullt, i miratuar nga shoqata rajonale, por gjithmonë me miratimin e Federatës Shqiptare të Futbollit. Është një kampionat i veçantë për herë të parë në Shqipëri që bëhet me moshën mi 40 vjeç. Mendojmë që kjo moshë është një nga ato mosha që met ma pak e përfshime në futboll, shoqata rajonale që më lën dhe është i vetmi institucion që ka drejt organizojnë aktivitete të tilla, kryen organizimin e gjitha kampionate nga U7 deri te U19, por rësia është ky kampionat që kemi vendosur ta zhvillojmë me lojtarët, mi 14 vjeç, lojtarë që kanë luajtur futboll, që kanë kontribuar në vite në sportin profesionist dhe amator. Është një moshë që realisht është ma pak e përfshime në sport. Futbolli nuk është vetëm i profesionistëve, nuk është vetëm i fëmijëve, por është edhe këtyre moshave mallore. Mendojmë që i shërben mjaft mirë shtetit këtyre që do të ushtrojnë këtë sport, por gjithsesi na shërben edhe ne si shoqat për afrimin e sa më shumë sportistave, fëmijëve, si djem edhe vajza në sport, sepse kjo moshë edhe me aq më tepër me institucionet kryesore të qytetit, sepse janë përfshime 8 ekipe, ku është ekipi veteranëve të vllaznisë, shoqata rajonale të Shkodrës, gazetarët të Shkodrës, universiteti, spitali rajonal, zyra e tatimeve, janë 8 ekipe që marrin pjesë në këtë kampionat, prandaj janë pothuajse një pjesë e mirë e intelektualëve të qytetit që zhvillojnë këtë aktivitet. Edhe pjesëmarrja tyre këtu dhe masivizimi i kësaj grupmoshe do të na shërbejnë edhe ne për masivizimin dhe afrimin sa më shumë fëmijëve në sportin e futbollit. Po shikojmë ndeshjet e para, ma sa keni konstatuar, kush duket më i përgatitur dhe mund ta pretendojë trofeun? Sondazh nata e dytë janë 2 ndeshjet e dyta të javës së parë, se kjo është kampionat me 16 javë që do të përfundojnë. Për ne nuk ka shumë rëndësishme realisht gara, sidomos në këtë moshë, me këtë grup moshë. Është e rëndësishme aktivizimi, marrja me sport e kësaj grup moshe, edhe aq më tepër edhe afrimi, sepse janë persona të rëndësishëm qytet, mendoj, se janë mjek, janë profesor, janë ekonomist, janë financier, janë gazetar, janë si thosh elita e qytetit, kështu që për te rezultatit mendoj që ka element tjerë, siç është afrimi, bashkëpunimi, edhe kalimi i 1-2 orë shiko edhe një herë në javë, sepse është e nevojshme sidomos për këtë grup moshë. Ju në fakt jeni në krye të këtij aktiviteti, por me çfarë kemi parë tek lista federimeve do të jeni edhe në fushën e lojës me ekipin e shoqatës rajonale të Shkodrës. Pa çdo ekip ne kemi krijuar mundësi që të ketë deri në 15 lojtarë të federuar, që të kenë sa më shumë sportistat që të përfshihen te ekipet e veta. Normalisht janë pjesë e shoqatës rajonale të futbollit të Shkodër. Ne jena pjesë aty, nëse na jepet mundësia do të lozim në minutë, por janë lojtarë të tjerë që kanë luajtur edhe futboll. Janë edhe matrisë në moshë duhet pranu, por gjithsesi ne këtu jena në organizim dhe mendoj që kena bërë diçka të mirë për komunitetin që kjo grup moshë të jetë aktive në sport ashtu siç është në jetën e përditshme. Përposhtë aktimit, në fund do të ketë edhe një stimul material për ekipin kampion. Ne kemi shpërndar, Federata na ka dhënë edhe një rregullor enkas për këtë aktivitet. Normalisht krahas bonusit që kanë çdo ekip, sepse Federata dhe shoqata rajonale mulon pagesat e fushave, mulon arbitrat, delegat dhe mjek, kështu që është një kampionat i rregullt. Mendoj që rezultati edhe fitimi i titullit nuk ka shumë rëndësishëm, as më tepër edhe i bonusit që jep, por Federata ka për vendin e parë dhe dytë jep një bonus modest, sepse nuk është e rëndësishme bonusi, por gjithsesi ka një stimul material edhe në fund të kampionatit për ekipin fitues dhe ekipin e vendit dytë. Por unë duhet falenderoj
të gjithë pjesëmarrës, të gjithë ekipet që marrin pjesë në këtë turne, ne janë përgjigjë me dashamirësinë më të madhe, me korreksinë më të madhe, por njëkohësisht duhet t'ju falenderoj edhe ju median që edhe pse është një kampionat amator që luhet me këto mosha, jeni gjithmonë gatshëm me pasqyru dhe jeni gjithmonë dashamirës jo vetëm të futbollit, të sportit profesionist, por edhe sportit amator dhe ne me shoqatën e federacionit falenderoj për përkushtimin dhe gatishmërinë që keni treguar vazhdimisht për futbollin amator. Ishim me Lezar Matin, kryetarin e shoqatës rajonale të futbollit Shkodër, pikërisht kjo shoqatë që organizon për herë të parë në Shkodër dhe në gjithë Shqipërinë të kampionat master që quhet, me moshat mbi 40 vjeç uri me zotin Matia dhe mbarësia e aktivitetit. Faleminderit.